Çdo orë që kalon në rrit numrin e jetëve të humbura nga tërmeti shkatrues në Turqi, shifrat më të fundit tregojnë se deri më tani numri viktimave është disa mijë. Përpjekjet e ekipeve të kërkim shpëtimit, thot Sky News, vijojnë duke përdorur kamera termike për të lokalizuar të mbijetuar, për shpresa gjetjes të personave gjallë, sa vjen e zbehet. Mbrëmjen e të shtunës, pa çka se kishin kaluar 133 orë nga tërmeti, mediat në Turqi transmetuan nxjerrjen nga rënoja të një familje në Kahramanmaras. Shqetësimi sa vjen e shtohet për ekipet e kërkim shpëtimit, mbërritur nga e gjithë bota në ndihmë të shtetit turk. 2 organizata gjermane pezulluan operacionet e kërkim shpëtimit, sikurse edhe një ekip i ushtrisë austriake për arsye sigurie të personelit të tyre. AFP thot se në qytetin Antakya, ku kërkimet vijojnë, pronarët e dyqaneve janë bërë bashkë për të mbrojtur pronat nga hajdutët. Një person i dyshuar se grabitës u ndalua dhe u rra, ndërsa një banor i kësaj zone tregoi se situata e grabitjeve është e frikshme. Gazetarët e BBC-s në terren raportojnë se qeveria turke deri më tani ka lëshuar 113 urdhë arresti për personat e përfshirë në ndërtimin e pallateve të shembura. Policia turke ka bërë të mundur arrestimin e 12 personave, kontraktor ndërtimesh. Priten arrestimet e tjera, thot BBC, të cilat shihen si një tentativë fajsimi për pasojat shkatrimtare të tërmetit. Prej shumë vitesh, ekspertët kishin paralajmëruar se ndërtimet e reja në Turqi ishin pasigurta si pasojë e korrupsionit dhe politikave të qeverisë. Këto politika lejuan një amnisti për kompanitë e ndërtimit të cilat kishin shkelur rregullat e si pasojë sollën një bumë ndërtimesh edhe në zonat e prekura nga tërmeti. Me mira godina u rrafshuan nga tërmeti duke ngritur pyetje nëse në këtë fatkeqësi natyrore pakti impakt dhe ndihmuan dështimet njerëzore.